vetëm për 3 muaj. Po, Sara ka diçka për të thënë. Unë pajtuna absolutisht me Gjenetën për shkak se me inflacion atë mërgjimtarët janë të përballë në Gjermani, në Zvicër, në shtetet ndryshme dhe në Kosovë njëjtë. Domethënë këto 2 fish, 3 fish më shumë përballen me inflacionin, me rritjen e çmimeve nga vendasit e tyre. Pra këta nuk mundna mi konsideru na si turista edhe një herë. Edhe kena drejt me shpreh cilin dush me nemna. Është e drejtë çka tha Gjeneta se ata janë në vendin e tyre, jena vëllezër me motra bashkë. Do me thonë, ata janë tu përballë me çmimet larta atje te se kanë sot atimin me pagu, edhe kur kthehen këto vinë me bë një pushim shumë të mirë, i kanë disa pare me vete që i mbledhin i marrin, edhe kur vinë normal që u bëhet bajat, edhe thonë që mos më shku në Kosovë se çmimet janë të larta. Po çfarë të na bësh neve që jetojmë këto, Sara? Sepse edhe ne që jetojmë këto, inflacioni është i njëjtë edhe për neve. Pastaj ne duhet të ikim jashtë vendit apo çfarë të bëjmë? Ta lëshojmë vendin krejt, sepse kështu i bia, edhe për neve që jemi që jetojmë Kosovë dhe jetojmë për dishmërin këto. Sepse nuk është për të menduar vetëm për një pjesë. Personalisht veç për mërgjimtarët. Po duhet me të prej vetëm pak. Zoti Milazem, jenë dhe lidhja? Po janë vetëm korrekt ngosht. Mirë, unë du me të falenderu shumë, sepse nuk është kemi një lidhje të forta ashtu si që mendova, sepse normalisht jedhëm pushime dhe nuk po du edhe me të marrë shumë kohë, jemi në 10 minutat e fundet.